Shoqëria Shtete ka publikuar listat e subjekteve përfituese dhe tatipaguesve individ përfitues. Është e vërtetë që ka pasur një interesim nga subjektet dhe tatipaguesit individ, por jo ashtu siç e kemi pritur ne. Prandaj është edhe kjo deklaratë në media që subjektet përfituese të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër dhe pranë sporteleve tona për të marrë informacion mbi ligjin 86/25, që është fshirja dhe shuarja e detyrimeve për taksa dhe tarifa vendore. Me datë 14 maj të vitit 2026 ka dalë edhe udhëzimi, i cili na udhëzon për fshirjen automatike të detyrimeve deri në vitin 2014, ku përfitojnë rreth 1035 biznese dhe shuma që përfitohet është rreth 130 milion lekë të reja. Gjithashtu përfitojnë edhe 4772 tatipagues individ me një vlerë 73 milion lekë. Për dy fashat e tjera, që është fasha 2015, 2019 dhe 2020-2024, atë është falja me kusht. Pra, tatipaguesi duhet të paguajë një pjesë të detyrimit për të bërë falje tjetër. Kështu që ftojmë gjithë subjektet dhe tatipaguesit individ që të afrohen pranë sporteleve tona ose në adresën taksat@bashkiashkodër.gov.al për të marrë informacion për ligjin 86/25 për fshirjen dhe shuarjen e detyrimeve për taksa dhe tarifat vendore.